Me marshi i cili filloi nga Salla Universale nën sloganin Le të hanë trëndafila, platforma për barazi gjinore shënoi 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas. Kjo ditë nuk është vetëm për akte simbolike dhe fraza të përditshme. Çfarë na duan trëndafilat kur nuk kemi bukë? Ishin një pjesë e porosive të dërguara nga marshi. Dhe powikawmy na ženski bojkot, na golemite marketi, lanci, trgovski centri i bojkot na site домашни обврски. Наместо да ни подаруваат ружи, мажите нека го споделат товарот на нашиот домашен труд. Në Strumit socialdemokratët mbajtën tubim për kushtuar gruas. Kjo është dita e guximit të gruas, luftës së gruas dhe shpirtit të palëkundur të gruas, tha nënkrijetarja Fani Karamfilovska-Panova. Овој ден не е само празник, туку е подсетник на вековната битка за права и еднаквост. Жените низ историјата го кршеа мракот на дискриминацијата и нееднаквоста, освојувајќи право на глас, на образование, на работа, на достоинство. Urim për ditën e gruas arriti edhe nga Zeqiria Ibrahimi, kryetari i Alternativës, pjesë e koalicionit Vlen. Tha se betejë për përfaqësimin e grave duhet të tejkaloj përqindjet dhe kuotat. Dua të theksoj se vajzat dhe gratë janë etikja dhe estetikja e secilës shoqëri. Andaj nderimi për to nuk duhet të pushoj asnjëherë, ndërsa betejë për përfaqësimin e tyre në jetën publike duhet të jetë përtej përqindjeve dhe kuotave. Gratë nuk janë kategori statistikore, por janë qenje me të cilat matet suksesi i jetës institucionale dhe shoqërore. Me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas dhe 30 vjetorin e deklaratës së Pekingut dhe platformës për aksion United Nation Women në Maqedoni, në bashkëpunim me Postën e Maqedonisë prezantoi shenjë të veçantë postale që tregon grushtin e ngritur, simbol i vendosshmërisë dhe luftës për të drejtat e grave.